E para njerë, ky projekt ligj futet jashtë radhe dhe jashtë procedurës parlamentare në komision. Sot ne kemi konferencë kryetarësh në orën 11:30 për të miratuar projekt kalendarin se kur do të futet projekt ligji për portet turistike i zonës Sina. Dhe në projekt kalendar është data 16 prill. Ndërkohë që me një detyrim nga mazhoranca socialiste, jo vetëm që futet jashtë kalendarit, jashtë radhe, sepse kalendaret janë të publikuar dhe janë tashmë informacione publike, ai që është miratuar dhe ky që po shqyrtohet, jo vetëm futet jashtë radhe, por futet në 3 komisione brenda ditës. Dhe supozon diskutim, prezantim, relativ, dhënie mendimi nga ministrit përkatëse të cilat preken, si Ministria e Turizmit, Ministria e Ekonomisë, dhe kjo duhet të ndodhi brenda orës 4, që të miratohet rendi ditës për ditën e njëjtë. Pra, me këtë e kuptoni se sa skandaloze është situata e trajtimit të parlamentit si një furrë buke ligjesh me porosi për t'i bërë fap e fap sipas interesit të porositësit, të kryeministrit dhe të qeverisë. Sigurisht, këtë mbledhje me quorumin që keni, mund ta bënit edhe pa ne, se keni quorumin. Mirë po kur nuk do t'ja u jap kënaqësinë që ta bëni pa ne. Kështu që jo vetëm jemi, por do ta kundërshtojmë këtë ligj antikushtetues, vetëm këtu, por deri në fund. Nuk e kuptoj shpejtësinë me të cilën doni ta kaloni, dhe kjo më bën më shumë të bindur që janë gati emrat e atyre që do t'i dhurohet prona publike e shqiptarëve, që do të bëhen pronar të porteve të shqiptarëve përjetësisht, sepse kështu ka vendosur i madhi juaj, ai që trajton veten si sultanin e Shqipërisë. Kjo ishte për arsye procedurale, pra pa nisur diskutimi, proceduralisht jeni në shkelje, sepse pa kushtueshmëria do ta them pastaj, është në substancë. Sepse unë zoti Kume do ta trajtoj kur të bëj relacionin. Më pas do t'i bëj pyetjet propozueses, ta kuptosh edhe ti, e ta kuptojnë edhe gjithë shqiptarët se çfarë ligji na kanë sjell për të miratuar. Çështja e dytë që kam prapë për procedurë ka të bëjë me faktin që vazhdojmë që nga dhjetori, edhe tani jemi në 7 prill, që ky komision parlamentar e ka të pamundur, edhe pse me konsensus të plot midis palëve, që të zhvilloj dëgjesë për fjalorin e gjuhës shqipe. Sepse Akademia e Shkencave nuk i kthen përgjigje komisionit. Më thënë, ky është kulmi i kulmeve, degradimi total i kuvendit, kur nuk arrin dot që një institucion i cilit i e buxhet, të cilit e kontrollon, të cilin e monitoron, i cili varet nga kuvendi, të mos i kthej dot përgjigje për të ardhur në dëgjesë për interesin publik, për fjalorin e gjuhës shqipe, element kryesor identitar dhe element kryesor i kulturës kombëtare. Tani, o merrni përgjegjësinë që ju takon si mazhorancë dhe na lini të procedojmë në mënyrën që njeh kuvendi, duke bërë një mbledhje të posaçme për t'i bllokuar fondet Akademisë së Shkencave, derisa të kthej përgjigje kuvendit, që ta kuptoj se nga kush varet. Sepse me sa duket nuk e ka kuptuar, mendon se varet nga Zoti. Kështu që ta kuptoj që varet nga kuvendi i Shqipërisë, të bëjmë ne masat e duhura, të adresojmë letrën e duhur, të bëjmë një letër në emër të komisionit, t'ja adresojmë edhe Ministrisë së Arsimit, edhe Kryeministrit, edhe vetë Akademisë, e të vazhdojmë procedurat parlamentare, se s'mund të jemi ne peng këtu
të një grupi pensionistësh si Skënder Gjinushi që ka një pension luksi në Akademinë e Shkencave aty dhe nuk i përgjigjen kuvendit për një çështje thelbësore identiteti kombëtar, kulture kombëtare. Dhe pastaj jemi ne bashkëfajtorë nëse nuk reagojmë. Nuk janë ata. Ata ishin deri tani, nëse ne nuk reagojmë, bëhemi ne bashkëfajtorë të kësaj çështje. Është një lloj si keqbërsi. Keqbërsi është fajtor për atë që bën, por është fajtor edhe shteti kur nuk e kap edhe kur nuk e trajton. Kështu që meqense ne nuk bëm dot mbledhje për arsye quorumi, këto ishin çështje që do të ishin të trajtuara në mbledhjen e kaluar.